Sa po erdha në shtëpi, pasi bëra thonjt. Shikoni sa të lezetshëm. Në fakt është hera e parë që I bëj pak të ngarkuar. Për mua këto janë të ngarkuar, sa unë I bëj gjithmonë një ngjyrë dhe mbaroj punë shpejt. Po se di, këto festa tash pse mos kem diçka festive. Dhe mora një pako që më ka sjell Eda. Kjo është dhurata ime e parë për të festa. Të shohim se çfarë ka së bashku. Shumë faleminderit Eda, live. Nëse gjithsesi unë të kam falenderuar edhe në privatisht, po një falenderim edhe kështu publik. Kemi gjithë ato produkte skincare. Shikoni pak sa bujari që është kjo vajzë, shikoni pak çfarë shoqe që kam. Çfarë nuk më ka sjell. Kemi tonikun e famshëm të Pixit me acid glikolik, që është një krem dielli që gjithmonë duhet. Një larës vajor, mua po marronte në fakt ai që kisha, kështu që kam njëri stok tjetër. Kjo çfarë është? Punë serumi. Dhe në fund kemi një larës tjetër. Thank you Eda. Love you. Bravo! Ka kaluar plot një javë nga hera e fundit që jemi parë këtu në YouTube, sepse Rael ka qështëmur. Kush më ka ndjekur në Instagram, e din tashmë është një periudhë virozash, kështu që patjetër që edhe ne duhet të kalonim virozën. Edhe kjo paka shumë ka qenë jeta ime javën që kaloj. Por sigur mbaroj, kështu që ja, kur do rikthehemi sërish me videot festive. Sot dua të ndaj me ju 5 filma festiv që mund të shikoni në Netflix, sigurisht nëse ende nuk I keni parë, që mua më pëlqejnë shumë. Nuk do përbën këto filma tradicional që I din të gjithë, Home Alone, Holiday, Stop Family, e të tjera, këto I dini vetë. Besoj se këto janë disa filma që nuk dëgjoj të flitet shpesh, por që mua personalisht më kanë pëlqyer. Do filloj me filmat e rinj, duke qenë se janë më të freskët. I pari është Champagne Problems. Bëhet fjalë për një grua që shkon në Paris për të mbyllur një kontratë pune dhe atje takohet me dikë që më pas rezulton të jetë djali I pronarit. Është shumë I lezetshëm si film, ka një vibe shumë të ngrohtë, patjetër në Paris dhe në një pjesë të fshatit të Francës dhe është shumë I lezetshëm. Mua më ka pëlqyer shumë, e kam parë 2 herë. Tjetri është A Merry Little Xmas. Bëhet fjalë për 2 bashkëshortë të cilët kanë shumë vite bashk, kanë edhe 2 fëmijë dhe vendosin të japin fund martesës në një mënyrë miqësore. Dhe kjo do të jetë krishtlindja e fundit që ata do të kalojnë së bashku. Nuk I dihet se çfarë do ndodhi, do ketë pajtim apo jo, por gjithsesi është shumë I lezetshëm, shumë interesant,
ka dhe pak komedi ky film, të bën edhe pak për të qeshur, dhe sigurisht është ai vibe festiv, festa, drita, zbukurime. Ne do kalojmë tek filmat që janë pak më të vjetër, dhe i pari është A Castle for Christmas. Bëhet fjalë për një shkrimtare e cila pas një dështimi shkon në Skoci për të rimar atë frymëzimin dhe për të shkruar një libër të ri dhe për të rikthyer në treg. Atje padyshim që takohet me dikë dhe nis një histori. Nëse keni parë Outlander dhe me siguri jeni të fiksuar pas Skocisë, ky filmi do t'ju pëlqejë sepse zhvillohet në një fshat të Skocisë dhe në një kështjell. Është shumë i lezetshëm, shumë interesant, patjetër ka dhe disa pjesë komike dhe do t'ju sugjeroja. Tjetër, Our Little Secret. Dy ishte dashur takohen pas shumë vitesh në një situatë shumë të sikletshme. Është komedi komplet ky film, është shumë i lezetshëm dhe protagoniste është Lindsay Lohan. Më pëlqen shumë Lindsay Lohan tek këto filmat e fundit që ka bërë, edhe ky film është shumë i këndshëm. Së fundmi dua t'ju sugjeroj një serial i cili është pak më i vjetër se këta. Unë këtë serialin e kam parë për herë të parë vjeta par vjet në mos gaboj, edhe e shtyja, nuk e di sepse si më dukej, ndoshta nga që është me adoleshent, por kur e pash më pëlqeu aq shumë dhe ishte shumë interesant. Bëhet fjalë për dy të rinj, të cilët takohen nëpërmjet një bloku shënimesh dhe këtë blokun e kalojnë nga njëri tjetri nëpërmjet disa lokacioneve të ndryshme të qytetit dhe nëpërmjet këtij bloku gjithashtu i japin njëri tjetrit disa dënime. Është vërtet shumë film i lezetshëm, të bën edhe të reflektosh në disa gjëra, pra edhe mund të mësosh diçka për veten tënde. Dhe mendoj se duke qenë se është edhe serial do të zgjasë pak më tepër në kohë. Këto ishin sugjerimet e mia, besoj se deri në fund të vitit do t'ju mbajnë të angazhuar. Unë për vete i kam nisur shumë më përpara këto filmat e Krishtlindjeve dhe tani jam zhvendosur në disa filma të tjerë. Aktualisht kam hapur The Startup, një dramë koreane, të cilën kisha shumë kohë që e injoroja aty, derisa më doli në TikTok një fragment i vogël dhe më duk shumë interesant, kështu që e kam hapur. Mund të jap review-n time për këtë film në Instagram. Unë gjithmonë kam pas bërë kështu review për filma që kisha parë. Unë të parit të filmave e konsideroj si hobi, sepse më pëlqen shumë të shoh filma. Më jep një ndjesi pozitive, frymëzimi, nuk e di, më pëlqen shumë të shikoj filma, seriale, i adhuroj. Dhe së fundmi, po bëj shumë review filmash në Instagramin tim, kështu që mund të më ndiqni atje. Gjithashtu keni dhe një highlight ku kam vendosur të gjithë review-t që kam bërë në vitet e fundit. Por si që thash më përpara nuk është se bëja shumë, bëja ndonjëherë një tek tuk, por këto kohë kam menduar të ndaj shumë më tepër rreth këtij aspekti me ju, kështu që do t'i gjeni aty. Ka shumë zhanri filmave që mua më pëlqen, janë mister, fantazi, ndoshta pak histori, pak romance, pak dark romance, goth, të llojet kështu. Nuk do më gjeni ndonjëherë duke parë filma me luftë, policesk, aksion, nuk kam shumë qef. Mund të shoh ndonjë aksion, mund të shoh, por nuk është se kam shumë qef. Komedit, s'pari kam shumë qef, përveç se kur bëhet fjalë për këto filmat e Krishtlindjeve që janë një çik funny, këto me mafje, me gangstera, nuk më pëlqejnë fare. Kështu që në qoftë se ju keni ngjashmëri me mua, atëherë mendoj se sugjerimet e mia do t'ju bëjnë punë. Do ta mbyll këtu këtë video sepse më duhet të shkoj të marr edhe gocën nga çerdhja, më duhet dhe të editoj këtë video që t'ju postoj, të mos vonohem asnjë ditë më shumë.
Kështu që uroj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të më supportoni me like, subscribe, comment, share me të gjitha këto që ofron YouTube-i dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paçim!